Djali Macok. Pufja! Gecko! Let's go into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Familja Tujqër. Po! Do të jetë vizatimi më i mirë. Do ta pikturojmë të gjithë murin? Me dizajnin e Connorit e fitoj ai konkursin. Unë e quaj Muri i Macokut. Ha? Çfarë? Më falni fëmijë, nuk mund të pikturojmë sot. Dikush ka ngatëruar bojrat. Oh! Shikoni, gjurmë putrash. Kush e ka bërë këtë? Oh, Muri i Macokut do mbetet një mace e zakonshme. Si thua për diçka tjetër që ta zëvendësoj? Një libër të ri me figura të mjeshtërfengut? Oh, dikush e ka shkatërruar librarin. Vulkani i madh i mjeshtërfengut. Shiko, Çfarë është shkatëruar tjetër? piktura ime. Tani kjo. Po shkatëron argëtimin e të gjithëve. Më shumë gjurmë putrash, më duket se i përkasin ndonjë lloj qeni. Kjo mbaron tani. Heronjt me pizame Jaku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali Macok. Amaja bëhet Ufe! Heronjt me pizame! Kush po e bën këtë? Tek makina Macokut. Ndoshta Romeo ka krijuar një robot si qen me qime. Hip hip! Wow! Shikoni atë macen, një mace topolake. Kush je ti? Unë jam uleritësi. Jemi fëmijë tuaj shoku. Unë jam Ripi dhe mos e harro. Por ju jeni të rinj dhe jeni ujqër? Njerëzit ujq. Kjo do të thotë që mund të bëjmë ujë gjatë natës, apo jo djema? Po, Kevin, ashtu është. Kur del hëna, ne na dalin qimet. Kur del hëna, ne dalim çatallët dhe Kur del hëna, ne bëjmë gjëra të këqija. mua më pëlqen të them gjëra të këqija. E the herën e kaluar, radha ime tani. E unë radhën time herën e kaluar. Apo jo, Kevin? Kevin! O zot shok, nuk po më kujtohet. Rada ime! Është rada ime! Jo, është rada ime! Rada ime! Kjo nuk do të jetë e vështirë. Në rregull, Downy. Çfarë problemi ke, mace topolake? Problemi im, më shkatëruat projektin e artit, më grisët librin dhe shkatëruat këndin. Kjo po që është mace me nerva të acaruara. Çdo fëmijë në qytet është mërzitur. Pse e bët gjithë këtë? Sepse jemi tufa më e mire e ujqërve. E duam atë që bëjmë. Marrim atë që duam. Ky këndlërash është i yni, ashtu si qyteti. Po, prandaj ne shkatruam. Apo jo Rip, sepse është argëtuese për ne? Dhe as pak qef për gjithë të tjerët. Dhe gjithë të tjerët nuk ja pjesë e tufës son. Jip, jip, jip! Ka qiste! Super shpejtësia e Macokut! Ha? Super e shpejt. Të gjithë gati. Jip, jip, jip! Frit! Wow! Jip, jip! Këndi lojrave është i yni, qyteti yni, makina Macokut e jona. Wow! Por,
është e imja. Jo nëse nuk e pjesë e tufës. Forca Ulëritës, le të nisemi tani. Roboti me pijame aktivizo kontrollin në distancë të makinës Machok. Prit! I kemi kontrolluar në distancë edhe më parë, por... Jo kur drejtohen super shpejt nga ujqërit. A mund ta mendojmë këtë? Apo talleni, po lëshojnë qime nëse dilit e mia. Robot me pijame merr kontrollin e sistemit. Me një uf dhe një puf dhe një... Funksioni katapultës. Roboti me pijame mund të marrësh kontrollin. Po kërcejmë shok, po kërcejmë drejt. Ata thanë se hëna i ndryshon. Ndoshta mendojnë se nëse i afrohen më shumë... Më shumë fuqi, më shumë qime. Dhëmbët e mi do të bëhen më të mëdhenj. Trurim do të... Do të mendoj për ndonjë gjë? Po, më lart. Të bëhemi plotësisht ujqër. Plotësisht ujqër? Por ju jeni... Këto janë shumë të këqinj që tani. S'besoj se njerëzit ujqër funksionojnë kështu. Nga e diti, ti je bufe. Edhe nëse nuk funksionon, ata do e shkatërrojnë makinën e Machokut. Nuk ka lidhje vetëm me makinën tënde, pra ka lidhje me qytetin ton. Për mostaqet e Machokëve, e di se si ta marrë mbrapsht makinën. Takohemi tek baza. Roboti me pijame më nxjerr pamjen e uqërve. Geko, duhet që ta hedhësh ti këtë. Në rregull. 1, 2, 3, tani! Super muskujt e Gekos. Rrotullo bazën, roboti me pijame. Puplesh puporitëse, mendoj se kjo funksionoi. He, na more makinën tonë. Është makina ime. Si ka mundësi që ne po kërcenim drejt hënës me të atëherë? Ulëritës, më duket se mund zgjatën qimet. Mendo se më janë zgjatur qimet? Një çikës pak sfare më të gjata? Largohuni me njëherë nga baza jon. Nuk e kupton? Kudo ku shkojmë, çfarëdo që shohim është e jona. Çdo gjë këtu brenda është e jona gjithashtu. Jip jip jip. Le ta kontrollojmë. Wow! Wow! Makina e ardhucës fantastike! Wow! Ska qime. Hey, mjaf na lagë me ujë. Shikoni! Bam, bam! Pak thetra! O, kjo e jona thjesht për plas flatrat. Më fal, ndoshta kjo do të thot. Shkon lart, drejt hënës. E pa drejt, dua të shkoj edhe unë! Plotësisht ujk! Mendoj se e morë makinën e Machokut. Po mjeti Gekos dhe avioni i bufes. Po i gjithë qyteti, ata po shkatrojnë. Ke të drejt, po mendoja vetëm për veten. Mendoj se kjo më bën edhe mua pak ujk. Zvërani krëshqitës, kujdes me bishtin. Koha për të bërë heronj. Duhet ta marrim në kontroll bishtin. Kështu mund t'i ngadalsojmë pak. Por dhe makina jote e macës do të prishet. Super muskujt e Gekos.
Bufe, fluturo, nxirr ktetrat dhe merr kontrollin. Por ti do të biesh. Jemi mbi hendekun e bazës. Nuk ka gjë. Në rregull për mjetin e Gekos, por jo për makinën e Macokut. Qyteti është më i rëndësishëm. Na duhet të ndalojmë Uqërit. Han! Plotësisht Uqër! Wow! E po, plani ynë funksionoi. Po, ashtu mendoj. Një makinë Macoku u soll me sukses. Kemi dhe disa ujqër gjithashtu. Hej ujqër, keni punë për të bërë. Mos lini asgjë. Kjo është makinë e veçantë. Nuk do ta kishim shpëtuar qytetin pa të. Nuk do e kishim shpëtuar qytetin pa ju, shok. Jep, jep, au! Oh, do të ktehen. Vetëm se jo për të pastruar. Mos u shqetëso djali Maçok. Nuk do t'i lejojmë të të bezdisim. Unë nuk do të lejoj të bezdisin askënd. Keqbërës të rinj nuk ka problem. Heronjt me pizame bërtisni të gjithë ura. Sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë. Ujkosaurosi. Kam pritur rreth 65 milion vite që të hapi kjo ekspozit. Dinozaur, fosile, animatrone të kontrolluara në distancë. Kjo do të thot fenom fantastike. E dini që ka edhe një Allosaurus dhe një Kaudzocoatilus. Çfarë kuaco ishte ky? Nuk di si ta them në fakt. Madje kanë edhe një Ankylosaurus. Ha? Nuk kam dëgjuar asnjë nga këto. Ankylosaurusi ishte një dinozaur fantastik që ka jetuar në epokën e Kretakut dhe kishte dhëmë të mëdha T-Rexi, edhe... i parapeqyeri. I pëlqyeri të gjithëve. Ai është mbreti, dinosauri më madhështor më ulëritës që ka pasur toka. Sigurisht, ky është dinozauri i njohur, por Bufe ka edhe disa të tjerë që janë të pazakont. Për shembull Ankylosaurusi, i cili... Më falni fëmijë. Dikush ka vjedhur kockat nga ekspozita. Po e mbyllim tani. Oh, sa keq! Kocka të vjedhura? Më mbani Ermin, min në formë ujku. Heronjt me pizama ja ku po vin. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë! Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Geko! Po! Connori bëhet Djali Macor. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pizame! Për çfarë ju duhen ujqërve gjithë ato kockat e vjetra? Jo kocka të vjetra do si do. Artefakte parahistorike me vlerë. Ha! Fitova unë, Ulëritës. Çfarë? S'ka mundësi. Unë voda më shumë kocka. Unë fitoj. Po për mua, fitova unë? Kevin, kjo nuk është kock. Ky është një shkop. Jep, juhu! Nuk je qenë. Je një ujk. Një ujk. Nuk e kontrolloj dot veten. Rregulli numër 1 i konkursit të kockave, grumbulli më i madh fiton. Jo, konkursi i kockave. Dy, kocka më e madhe fiton. Kënaq një syt me këtë mrekulli. Do të thotë se fitoj unë. Jo nëse ta vjedh unë. Ky ishte femuri i Brontosaurusit. Kocka e këmbës. Ma jep! E imja! E imja ma jep! E imja! E imja! Au! Po! Fiton Ribi! Unë fitova! Qesh i fundit. Ha! Ashtu, ë? Kocka që ke gjetur ti do të duket si mis përpara asaj që do gjej unë. Ha, Ulërici ka marrë mbretin. Por T-Rexin,
I parapëlqyerim. Po, por Ripi do të vidhë artefakte të tjera. Ne duhet që t'i mbrojmë edhe ato. Ajo mund të marrë një Diplodocus ose një Ankylosaurus. Forca! Me një herë. Pasi të mbrojmë dinozaurin më të madh që ka pasur tokat, ti vazhdo dhe shpëto. Ai Niki më bërs. Ankylosaurus. Mirë, po nisem. Hej, Ulëritës, si tua të tregosh respekt për T-Rexin? Kjo gjëja thjesht një grumbull kockash. Grumbulli im I kockave. Bajeni putrat lart. Kotele. Kam unë një ide. Lësoje qenuse. Qenuse, unë jam ujk. Jam e egër, jam e lirë dhe kjo është kocka ime. Është një model pteranodoni, nga kafshet fluturuese më të mëdha të gjithë kohrave. Po të doja të mësoja, do të kisha shkuar te ai vendi I mërzitshëm me libra. Libraria. Ku ta di unë? Kjo gjëja është mërzitshëm me libra. Libraria. Ku ta di unë? Kjo gjëja është e imja. Djalima Çok, bufe. Mendoj se më duhet ndihma juaj. Super kapja hertucës. Kockë quan tjetër, ajo është një kockë. Koc gjigante në qiell. Era e krahave të bufes. Burravec, po! Heja, të kapa. Hapini vendin mbretit. Haha, e gjitha shkopin. Jam mirë. Oh jo. Mos u shqetëso, e rregullojmë ne. Llogoni hyrjen. Super muskujt e gekos. Kundër ujqërve. Në rregull, le t'i rregullojmë këto kockat. Mbase kjo e ka vendin atje, Dhe kjo kocka këtu, ndërsa kjo e vogla është këtu, atje, këtu, atje, këtej. atje. Por kockat e vogla të parakrahut I përkasin T-Rexit dhe krahët që kanë dhe I kap pteranodoni. E rregullojmë ne, është një enigëm gjigante dinosaurës. Mbaruam. Hardhuca zvaranike. Nuk është e përsosur. Është një katastrofë dinozaurësh. Ë? Ku kanë ikur atë ujqërit? Wow, ato kockat kanë ardhur në jetë. Thetra të mpreta, nofullat të mëdha, më duket një specie shumë e vjetër, ujku. Hë? Pse ujqërit kanë krah? Jo, Kevin, përveç krave, më duket si një ujk. Kafsha ime e re, një ujkosaurus. Hej, I që aty. Ato kockat janë parahistorike. Që do të thot të vjetra. Oh, gjithë kjo nofull. Super shpejtësia Machokut. Radha ime, pa ta provojmë sa ujk është. Ma jep atë. Imja! Imja. Kush është djali mirë? Po, ti e. Tani, kush dëshiron të dalim shëtitje? Imja! Dikush do shumë që të shkoj për shëtitje. Hip, hip, Më shpejt, bufe, nëse I humbim ujqërit nga syt, do humbim ato kockat me vlerë. Askush nuk do të ketë më mundësinë t'i shohë në muze më pas. Wow! Kjo poqë është fantastike! Kemi fëmijët me pijame brapa nesh! Avioni bufes nuk e mund dot atë dinozaurin, asgjë se bën dot. Vetëm nëse mendojmë si dinozaurët, është koha të bëhemi heronj. Po, për shembull, ndërtojmë një T-Rex për t'u përballur me të. A nuk do të ishte bukur? Ose, ne mund të marrim ndonjë informacion shtesë rreth dinozaurëve të pazakont. Pteranodoni tremte pret me pamjen e tij të llahtarshme.
Stegosaurusi kishte pllakës armature mbrojtëse. Dhe Antikolosaurusi kishte një bishë të kthyer për të mbrojtur veten nga armiqt. Heronjt me pijame gati për veprim. Hey, Ujkosaurus! Si të duket kjo e jona? Çfarë është ajo? Bëhuni gati për betejën më të madhe që nga fillimi i kohës. Ashtu, fillojmë. Ulërima e dinozaurit. A nuk duhet të tregojmë pak më shumë kujdes për ato kockat e fosilizuara? Ma lër mua. Au! Ja ku po vjen, Gekosaurusi. Afrohet me kujdes. Gekosaurusi është mbreti i dinosaurëve. Ujkosaurus i keq, djalosh i keq. Hej ujqër. Hip 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 hip. Bëj mirë t'i rregullojmë ato kocka. Këtë herë me ndihmën e fakteve të tua për dinozaurët, Gecko. Sigurisht, kudo ka kocka dinozaurësh, vendos një këtu dhe tjetrën atje. Ta 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 ta. Antikilosaurusi kishte bishë të kthyer aq të fuqishëm sa të mposhte të madhërishmin T-Rex. Ke të drejtë. Disa nga dinosaurët e pazakont janë fantastik, si ai i gjati që na tregove ti. Ai i frikshmi Bronkosaurusi. Bronkosaurusi, Po, base hokus pokus i frikshëm? Diplodokusi, Dhe ai shpifuri Eli Walrus. Allosaurus, Heliwalrus, tingëllon shumë keq gjithsesi. Djali maçor. Pufja! Gecko! Goes into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks. Djali maçok nuk ka më. Dritë kuqe. Dritë gjelbër. Dritë kuqe. Dritë gjelbër. Dritë kuqe. Ha? Dritë gjelbër. Dritë kuqe. Çfarë është kjo? Hey ti! Kontrolli Z. Robot, Oh, fshije. ndalo aty. Ora për robotin. A jeni mirë? Çfarë po bënte ai roboti jashtë gjatë ditës? Dhe çfarë donte me Connorin? Unë nuk e di, por për çfarëdo që e ka dërguar Romeo, bëj mirë ta zbulojmë se çfarë është. Heronjt me pijame ja ku po vijnë. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po, Connori bëhet djali maçor. Amaya bëhet Ufe! Heronjt me pijame! Më duket se Romeo ka marrë një laborator të ri. Dhe do të na hap të lashe.
te makina Machokut. Një reze tjetër, vërtet, lazer yt nuk krahasohet me shpejtësinë time të shpejt. Nuk e prisnit këtë, apo jo? Fshesa e mallkimit e ka nisur shumë mbar. Do ta shohim se kush qesh I fundit. Super shpejtësia Machokut. Të kapa. Mendoje sërish. Këtë herë Provo sërish. Oh, ha, pra. Zvaranik të rëshqitshëm. Ja mirë, ti dhe Bufja shkoni pas ti. Unë do të vi pas jush. Kapja I harducës. Pa ta provojmë sërish. Super shpejtësia Machokut. Kjo nuk është duke ndodhur. Super kërcimi Machokut. Wow, mos. Super muskujt e Gekos. Gecko! Të kapa! Faleminderit djali Machok. Fiks në kohë. Po, sa mirë që je I shpejt, sepse për pak dëshram. Shok, unë nuk e di se çfarë nuk shkon me mua. Unë mendoj se Romeo më vodhi super fuqit. Çfarë do të thuash? S'ka më asgjë. Super specia ime, kërcimet, shiritat, gjithë shka. Unë thjesht jam një fëmijë zakonshëm me kostum tani. Zvaranik të rëshqitshëm për këtë shërben Terezia e re e Romeos. Mos u shqetëso, duhet të ketë një mënyrë për t'i marrë fuqit pas. Ashtu shpresoj. Ndihem shumë I padobishëm. Duket sikur gjithçka që përfaqësonte djali Machok është zhdukur. Ashtu si Romeo. Jo për shumë, sytë e bufes! Ja shoh laboratorin në distancë. Nga kjo anë. Fillimisht Romeo dërgoi robotin të merrte për masat. Dhe tani që të vodhi fuqit, ai është duke qepur diçka. Fshesa ime mallkimit bëri një punë të shkëlqyer me vjedhjen e fuqive të atij maces nga trestare. Nëse transferohen me sukses te kostumi im, herën tjetër do të marr fuqitë e truzogut dhe këmbë hardhucës. Si ako e ke mjeshtër, super kostumi juaj që shkon shumë me super trurin tuaj. Çfarë? E si mund të pushtoj botën duke veshur atë gjën, ha? Dikush të më thotë që kostumet tona duken më të mira se të ti. Shumë më mirë. Nëse Romeo mendon se mund të na mposh duke dobësuar një nga ne, duhet ta mendoj mirë këtë. Po, duhet ta ndalem përpara se të përvetsoj fuqitë e djalit Machok. Super kamuflazhi Gekos. Përshtate kostumin sipas përmasave të djalit mace. Mua më interesojnë fuqitë e tij, jo masa e pantallonave. Fillo sërish. Ups, bufe, pak ndihmë. Mos rrisi gdhë, robot. Bëj diçka ore kanoçe e madhe. Po, mjeshtër. Wow! Djali Machok, kape! Mos e thyej, për ndryshe nuk do jesh më kur hero. Mos e thyej ose... Wow, fuqitë e mia! Shiko, kush e hodhi topin? Me të vërtet. A je mirë, djali Machok? Unë jam mirë. Por juve nuk ju hyj më në punë. Nuk jam më një hero me pijame. Çfarë je duke thënë kështu? Ti na shpëtove mua dhe bufen pak më parë, edhe pa fuqitë e tua. Pavarësisht çfarë ndodh, ti je akoma djali I hatashëm Machok dhe duam që të bëhesh I fortë për grupin, për ne.
Ke të drejt. Vetëm sepse nuk kam fuqi, nuk do të thotë që duhet ta lejoj Romeon t'ja hedh me kaq. Më ndiqni. Mbahuni shok, katapulta! Jo shumë keq, ha? Super kërcimi Macokut! O, pas shiko, e harroj që nuk mundem ta realizoj më. Si po të shkon udhtimi, djali Mace? E bukur kjo, mjeshtër. Ndalo, Romeo! Hiq dorë! Ose çfarë? Nuk është se mund të më ndjekësh më me super zvaritjen tënde të kërmillit, a? Super zvarritje e kërbilit. Edhe kjo ishte e bukur, mjeshtër. E po tani nuk jam më super për asgjë, Romeo. Dhe ai kostumi i keqbërësit është qesharak. O, e dhipshme. Ke të drejt. Doja të dukesha bukur ta pushtoja botën me stil, por fuqit tuaja do të më shkojnë më shumë mua. E ke ti radhën, bufe. Bufe! Kickness! Wow! Ha! Hej, pasikoje këtë! Ma në fund ja vleti të qenit pa fuqi. Po, Rizje e Romeo su bësua e gjitha. Mendoj se nuk kam mbetur gjë për të vjedhur. Akoma më mirë, na shpëtove pa asnjë super fuqi. Shumë heroike nëse më pyet mua. Ke të drejt, është koha të bëhemi heronj, me apo pa fuqi. Mu ish nga rruga, Kotele. Aha! Jo! Pshesa jote e mallkimit është e mallkuar, Romeo. Robot! Ndim! Po vi, mjeshtër. Ndim. Baba. Shumë jashpër me të. Ky kostumi të shkon shumë. Super muskujt e Gekos. Kjo më dhëmbi. Gabim. Po! Të shpëtoj unë, mjeshtër. Jo. Kjo do më mbetet shenjë. Wow! Ha! Fuqit e mia! Jo! Ndjem sërish si vetja ime. Djali Maçoku kthye. Do ta kmerem herën tjetër për këtë heronjt me pijame. Duhet të kontrolloj nëse më janë kthyer fuqit. Thjesht për t'u siguruar. Super shpejtësia Macokut. Menduat se është e vërtet apo jo? Jo! Po! Hej! Kameleon të lezetshëm, ja dolëm. Po! Herojt me pijame për t'isni të gjithura, sepse gjatë natës i shpëtuan të gjithë. Luajmë sërish me dritë e kuqe, dritë e gjelbër. Do t'i them unë këtë herë. Dritë e kuqe. Ha? Të kapa, e ke ti. Geko kundër vulkanit me ngjitës. Çfarë ka në plan ninja i natës? Forca! Aty është si një zonë e minuar, e harruat këtë? Edhe? Çfarë je duke thënë, ke sytë e bufes për t'i parë, ke super shpejtësinë e Maçokur për t'i shmangur, edhe Ti ke super muskujt e Gekos. mendoj se po. Forca! Ata mirë bërësit me pijame, pas tyre! Ai nuk di të fluturoj. Super mburoja e Gekos! Svaranik të rëshqitshëm, gjitës i malit.
A je mirë? Wow, kjo gjëja është shumë e fortë. Por Gecko është akoma më i fort. E po, mendoj se unë di vetëm të jemi fort. Nuk ka me udhëtime tek faltoria. Muskujt e mi të ardhucës nuk më hynë në punë. E di, duhet të kthehemi e të shohim ç'plane ka ai ninja. Po, edhe pse për pak po agon. E vërtet, ninjat nuk do të bëjnë ndonjë gjë të madhe sonte. Do të kemi aventura të tjera në mal. Po, mendoj se po. E dua shumë malin, është shumë misterioz. Vërtet magjik. Nuk do ta thoshe këtë nëse do ishe rrëzuar si unë. Shikoni, Ngjitës mali tjetër. Ka rrjedhur nga hyrja e malit. Kjo ishte ajo që kishte në plan ai ninja i natës. Shumë gjitë super ekstra të fort. Jo gjë e mirë. Duhet ta ndalojmë. Apo jo, Greg? mendoj se po. Heronjt me pijame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaya bëhet Ufe! Heronjt me pijame! Shikoni, a I po bën një kërcim goti. Ngjitësi I malit. Çfarëdo që po bën ai po ja del. Dhe shikoni, ninjalinot po përpiqen ta mbledhin. Duhet të shkojmë atje lart dhe ta ndalojmë këtë. Vërtet, dua të them, shkojmë. Po, ndoshta mund të bëj diçka tek ky udhëtimi në mal. Për tek Maja. Shkoni ju djema, kam disa punë këtu poshtë. Ha? Shikoni, Gecko, do t'jesh mirë atje lart. Nata e kaluar ishte fatikeq. nuk ka gjë, unë jam muskuli I grupit dhe kjo nevojitet këtu poshtë. Je shumë I mirë në ndalimin e atyre shëtërvanëve ngjitës. A je I sigurt? Jam I sigurt. Tha se është I sigurt. Mirë, vazhdo kështu. Wa hi ha wa hi hu ha wa wa hu wa. Ky ngjitës I pa përpunuar I malit është nëna e të gjithë lëndës ngjitëse. Ua, ua, me këtë kërcim dhe lëng magjik do ta bëj të rrjedh. Mblidheni ninjarino. Është aq I fortë sa mund të ngjitim të gjithë qytetin me të. Ngjitja më e mirë që kemi bërë ndonjëherë. Ky na qen ka plani. Sa I keq. Çka tek ai lëngu magjik? Hey! E mora! Ha! Jo, e mora unë. Tani e kam unë dhe nuk bëj kthime. Ata heronjt e shpifur. A nuk mund ta ngjit qytetin në paqe një ninja? E morëm lëngu magjik I ninjas. Do ta analizojmë tek baza. Do lexojmë për kërcimin qesharak që bën ai. Do vish? Më falni, kam një punë për të bërë. Ninja I natës mund ta ketë aktivizuar ngjitësin, por nuk do të dalë këtu. Wow, bukur. Po, je I sigurt që s'do ta analizosh lëngun magjik? Sigurisht jam I sigurt.
Më duket se është i sigurt. Ha? Çfarë ishte kjo? Gecko! Shiko lëngun magjik nga roboti me pijame. Zbuluam dhe kërcimin e tij gjithashtu. Do ta bëjmë nga fundi dhe do përdorim lëngun një kohë. Duket e thjesht, por unë do të vazhdoj këtu poshtë. Fuqia është aftësia ime apo jo? Forca, ne po punojmë bashkë. Por mund ta bëni ju, edhe përpara se të më pyesni, po jam i sigurt. Mendoj se mund ta bëjmë ne. Mirë, sepse mua më ka mbetur shumë sa tërvan me ngjitës. Futuni punës. Çfarë është kjo? Jam shumë dakord, ninjalinot e mi. I shkreti këmbë hardhuc. Ikem tani. Ninjalino! Flash buburitëse! Nuk do të refuzoja ndihmën e hardhucës. Mos u shqetëso. Mund të dalim. Vetëm. Ata nuk ka nevojë për mua, mund t'ja dalin vetë. Unë kam shumë punë për të bërë këtu. Hej, i mbarova punët. Nuk kam mëngjitës për ty, ninja i natës. Kjo zurme e çuditshme gurgulluese po tund të gjithë malin, nuk ka asgjë për t'u shqetësuar. Çfarë po ndodh? Shoku juaj i vogël jeshil ka bllokuar të gjithë shatërvanët e mi të ngjitësit. Po kur një mal do që të shpërthej, do të shpërthej. Çfarë do të thot kjo? Ju pëlqejnë shpërthimet gjigande vulkanike kur shumë ngjitës rrjedh nga mali dhe përmbyt të gjithë qytetin e madh? Jo. Nuk do t'ju pëlqej kjo. Këmbë hardhuca më ka bërë një nder. Unë nuk do ta kisha menduar kur këtë, edhe unë jam i keq. Gecko! Mos u shqetësoni, shok, i bllokova shatërvanët, çdo gjë në rregull. Kujdes! Ne kemi ngecur. Zvarani kërshqitës, do t'ju nxjerr unë. Nuk kemi kohë, ndaloj ngjitësin përpara se të përmbys qytetin. Ke të drejtë, koha që të ndriçoj një anë tjetër e Gekos. Koha për t'u bërë hero. Mirë, provoje sërish. Jo vetë muskuli. Kapeni! Edhe pse shumë pakës fuqi hardhuce më hyn akoma në punë. Ninjalino! Jo fiksi nga thësia e bufes, por jo keq për një hardhuc. Një hap i vogël për një machok, një hap gjigant për një hardhuc. Wow! Qëndro tek ajo që bën më mirë. Ti bëj atë që di të bësh më mirë, si për shembull të mos gatërohesh me ne. Ai ja doli. Po, më shikoni, nuk jam vetëm ai super i forti. E sigurt, por me që je këtu, nuk ka problem. Super muskujt e Gekos. Kishit të drejtë. Mali është special. Do të jetë gjithmonë vendi ku kuptova se ka më shumë se muskuj hardhuce. Heronjt me pijame për disni të gjithura. Sepse gjatë natës si shpëtuan të gjithë.